se pash i kishim pulën tik-tik sot në recet, ashtu si që kemi... Unë bëra patlıgjanat e mbushur dhe dolën të përsosura. Kur i lavdëroj, unë jam 1000% e sigurt. Kisha këto specat me ngjyra në frigorifer, thash, pse mos i bëj dhe këto? Po, shumë bukur, dhe kostumi pulës shumë bukur. Mirëmëngjes. Dhe thash, do t'i mbush edhe specat me mish pule dhe me këpurdha, plus me oriz. Ka një sekret që nuk është si ajo receta që bëjmë në gjithmonë me mishe me kështu, që orizi duhet tjetë gjys i gatuar, për arsye se nuk të tri në furr, aq sa mund të vëmë ne speca me mish të grirë fjala vjen, por do të rrim në një kohë më të shkurtër. Siç e shikoni, edhe specat i kam pjekur sa 15 minuta. Kam bërë, mund ta bëni me çfarë lloj speci, edhe me, sidomos me speca gogozhare të gjata, të kuqe, del e shkëlqyer. I marrim, i lajm, i heqim bishtat, bëjmë një prerje të tillë, edhe të hapur kështu. I pastrojmë nga farat dhe sa do t'i lëmë, jo në temperaturën 200 gradë, në 180 gradë, do t'i lëmë vetëm 15 minuta. Sa ne mund t'a komandojmë këtë të zbutet, jo që të piqet. Tani do të fillojmë në tigan, do ka urdisim qepën, do të ka urdisim një karrot, nuk ka ngjashmëri fare me atë recetën me specat mbushur që bëjmë ne, por ka një shi absolutisht mrekullueshme. Pse u kujtova ta bëj këtë? Personalisht mua, doktori ma ka ndaluar që të ham mish. Ke konsumuar shumë mish në jetë, stop. Të kuqen, po. Unë duhet ha vetëm peshk dhe gjokë pule. As mish të kuq, domethënë kofsha pule, jo. Unë duhet të konsumoj vetëm këto të dyja, po unë rri do të ma mishtëri. I kam, aty ku vendos mishin, tani kam filluar të vë... Të zëvëndësuar, me mish pule të bardhën. Bravo, dhe që të them, më dani recetat mrekullueshme. Do të marrë një qep tani, dhe do ta grim qepën holl, do fillojmë me qep. Edhe thikën aman, me unë them, thikën e komoditës mos ma largoni nga tavolina asnjëherë. Ja. Do ta grim, jo, në fetat gjata, se për specat mbushur nuk duhet të duket fare qepa. E ndezim dhe këtë, Katerina. Do të hedhim, unë kam shkrujt vaj, pastaj ju vaj, dikush 2 lugë, dikush 3 lugë, unë i hedh 4 ose 5 lugë. Se është për gjitha? 1 lugë vaj ulliri, kam hedhur që kam spërkatur pak. Të specat, a? Po. Të vaj ishte për kokë të vajit. Shumë të mirë. Po fjalën për vajin pema, po. Mrekullueshme. Shumë bukur. Do të përdorim edhe çik shafranin dije këtu. Pra si shikoni ato domatet, ne I kemi më tepër kur bëjmë ato specat e tjera. Këpurdhat I kemi të konservuara sot. Unë e kam dhënë 400 gram nëse ju keni kërpudhat e freskta. Si keni të freskta, një 2 kavanozat të tillë, se zvendçojnë shkëlqyshëm. Edhe këta janë kavanozët Pema, si që ju kemi thënë që do të ndalemi her pas here tek produktet Pema përveç se vaj të ullirit, dhe ky është një tjetër. I keni kërpudhat shumë të mira, të cilat të me sa e di unë kanë edhe pak hudhër brenda që të aromatizohen, por mund t'i shijoni në recetat të ndryshme, si kjo për shembull, që po sjell sot zonja Vjolca, e kombinuar shkëlqyeshëm me të gjithë produktet e tjera, për të formuar një drekë shumë të shijshme. Mund t'i përdorim në rastin konkret ke specat, po mund të bëni makaron, mund t'i hidhni ku edhe thjesht fileto pule me pak krem pana, me këpurdha, dalin të shkëlqyera. Receta më e thjeshtë që ju mund ta keni në frigorifer dhe ta gatuani në një ditë kur s'keni marrë masa të tjera, po bravo. Nga më të shpejtat është i recetë. Merrni tik-tik, merrni dhe kavanozin Pema, një pana dhe mbaroj. Ja 2 kokra këti, vendosim çika paku. Dhe lëm këtu për 2-3 minuta. Me njërë do pasoj me karotën, përveç se qepës, që do t'japim çik gatim më tepër, të gjithë përbërësit e tjerë, do të jenë
Orizi pothuajse është gjysmë i gatuar, nëse do 14 minuta për të gatuar al dente, ne kemi gatuar vetëm madje 7 minuta. Unë 6 e hoqa se ajo ishte e nxehtë dhe do vazhdonte akoma nga ngrohtësia që të bëjmë një domate, që edhe domaten do ta presim në kubik të vegjël. Mishin sa t'i ndrojmë gjyrë, për arsye se nuk do të hedhim fare ujë dhe pjesa e orizit, po edhe e mishit do të gatuhet për ato 15-20 minuta që ne ta vendosim në furrë. Edhe speci nuk e kemi lënë 30-40 minuta, thash 15 minuta. Këto orare janë shumë të rëndësishme, sepse nëse unë do ta pjek komplet, atëherë do t'i gjithin berat të shmorë. Bravo. E teprojmë. Mishin dhe mund t'a grini, te grirësja e qepës, po sikur ka shumë lezet kur janë ashtu copsa të vogla, që ta ndjesh atë Mishin e pulës, gjoksin e pulës, po bravo. Hedh këtu një karotën në rende ose në kubik shumë të vegjël si që bëjmë në ato kubikët, por këtu qëndron më mirë dhe me orizin edhe me përbërësit e tjerë. Kemi mishin e pulës tik-tik pra. Zonja Vjosa ka zgjedhur normalisht fileton e pulës që komandohet shumë lehtë në recetat të tilla, në këtë rast e prerë në copa, jo e grirë tek grirësja për ta kthyer në mish të grirë. Ja ku e keni. Fileto e pulës tik-tik është fileto pule e freskët, pa dyshim nën përkujdesjen edhe kontrollit të vazhdueshëm të Agrotek tik-tik, që të gjithë ne konsumatorët kemi një produkt të sigurt në tryezat tona, me kontrollet e vazhdueshme nga vetë kompania, por edhe nga veterinerët zyrtar. Duke ndjekur çdo protokoll dhe çdo rregull, që nga pika A deri në pikën e fundit që është kontakti me klientin në marketet të ndryshme dhe supermarkete ku e gjeni tik-tik. Kështu që zgjidheni lirisht, është një produkt fantastik, është 100% shqiptar, i freskët, i ushqyer mirë, natyralisht, me lëndë organike, pa shtesa, pa antibiotik, pa probleme të tilla, përkundrazi me përkujdesjen maksimale. Dhe ju e shihni çdo produkt të hapur më njëherë nga basketat këtu në shije shtëpie, si shembull. Tani po hedh mishin e pulës. Dhe do ta trazoj derisa mishi të marrë ngjyrë të bardhë, të zbardhet. Domethënë të ndryshojë ngjyrë. E lëm këtu një. Shoh pak të kavanozin me vëmendje, se kam gjithë këto ditë që i vi rrotull. Kujdes, e kam hapur. E mbylla. E hapa edhe sa gram ka, këtu ka 680 gram, ne do të hedhim vetëm gjysmat. Gjysmën ta hedh këtu direkt apo me lugë më mirë që mos ikë uji? Me lugë, se ajo tjetra duhet të ri këtu në ujin e vet. Ja të marr një lugë. Ja lugë, na urdhëro lugë. Mundem? M'falni, se lëviza. Po. Jo prit të t'jap edhe një tas që t'iki ai uji poshtë. Më mirë, po. Champignon janë këto. Ja t'i vendosim. Mira janë. Pema me përkujdesje maksimale edhe të këto produktet në kavanoz. Zonja Vjosa kaq? Po, hidhe dhe një 2 lugë. Edhe një tjetër, edhe mjaft. Edhe të kullojnë qik mirë, edhe t'i gri pak edhe ato, t'i coptoj pak. Ja. E lëm mishin, ta hedh domaten, jo do e pëtoj një. Shumë të mira. Dhe mjafton të vendosen në frigorifer tani pasi i kemi hapur. Deri në 10 ditë, thot ambalazhimi, që mund të ruhet pasi është hapur. Ja ta provoj një. Për krip, si themi ne? Po që kam për të hedhur dhe në për sallata. Sot mira. Unë si ka pas fut në gojë kërpudat, tani vdes për kërpuda.
se s'kam patur informacionin e duhur, kuptohet. Po me savura re kjo nuk ka hudhra, pse më shfiksuar mua sikur e kam vënë re. Jo, është thjesht kërpudha, Po pra. që mos t'ju jap keq informim në lidhje me produktin. Unë tani do filloj t'i provoj. Jo, Katerina janë të nuk mund t'a më provoj? pëlqyen shumë. Shumë e mirë është. Do e marrë dhe unë, sepse në dark, këto 2 ditë kam edhe kërpudhën. Mund t'a merrni në frigorifer dhe Ushqim. 2 lugë të tilla, një omlet me kërpudha, kush nuk e pëlqen? Ja. Super e mirë që ka. Duket edhe në sipërfaqe pastërtia që ka, realisht besoj ka qenë e dukshme edhe nga ekrani që ta vërenit, ngjyra, gjithçka. Tani do bëjmë gati domaten. Po. Mirë. Mbushet tigani plot me përbërës, ndërkohë ne shohim së bashku recetën me shkrim se çfarë duhet kemi gati. Atëherë, lexojmë përbërësit për speca të mbushur me pul, kërpudha dhe oriz. Bëni gati 6 deri në 8 speca të kuq ose ngjyra mikse siç ka zgjedhur zonja Vjollca sot. Do të vazhdoj me një qep, vaj ulliri, një karrot, 400 gram kërpudha, 400 gram gjoks pule, një domate, 150 gram oriz i cili duhet të jetë zier përpara rreth 7 minuta, krip piper të zi, një lugë çaj kurkuma, një tuf majdanoz dhe 150 gram djath kaçkavall. Pra me këta përbërës do të përgatitet tava e sotme, janë specat të cilat do të mbushen me këtë mbushje fantastike që ka dhe fileto pule dhe kërpudha dhe të gjithë përbërësit e tjerë. Tani zonja Vjollca është duke shtuar domaten. Dhe ja ku jemi në fund të këtij Zora këtë produkti. speqësin e kuq përpara për t'ja u treguar juve se si edhe me të tilla speca del e shkëlqyer, ë? Kur them e shkëlqyer. Unë nuk I kisha 6 deri në 8 speca se me këto do ta kisha bërë. Pastaj thash hajt, po I bëj me këto të tjerat. Tani e vendosim çika pakun këtu. E lëm pak minuta për domate. Po jo që t'i japim kohën e dur për t'u gatuar plotësisht. Në rregull. Një detaj I rëndësishëm që mos ta lë pa përmendur, sepse normalisht bën diferencën te pjekja e specave, është letra e pjekjes fino, që zonja Vjollca ka vendosur të parën fare. Po patjetër, unë prandaj kam lënë të pa transferuar se unë do t'i bëj këtë tava xhamit, me qenë I kisha vendosur për ta theksuar këtë dhe është shumë e rëndësishme. Do merrni një specë të tillë, ja sa gjëna vjen mua që ta prish të specin, po do ta vendos përsëri në frigorifer se e gri bëj diçka tjetër. E pastrojmë këtë njërë me një thikë më të vogël. Arrim cikat komodita. Ne ishim domethënë pjesën e kërcellit. Kjo pjesa këtu është shumë e rëndësishme që të lahet mirë se plurat gjithmonë nuk këtu rrinë më tepër se ç'duhet. Ja, kjo pjesa këtu duhet larë mirë. E presim në këtë formë, jo deri në fund, dhe më pas e hapim këtu, I heqim këto fijet. Këto speca dalin shumë të shishme këto të kuqet, pikërisht me këtë recetë. Kështu që nuk është e thënë që të blini ato specat që janë pak më shtrenjtë. Ja, u pastrua. E fshim, para se ta vendosim ke letra pjekje, dhe do ta spërkasim shumë fare pak me një lugë vaj ulliri të gjitha specat. I vendosim furrë temperaturë gjithmonë për këtë recetë, temperatura është 180 gradë për 15 minuta. Nëse do kishim speca që do ishin mbushur këtu pa u prerë, e pa këto nuk I pjekim kur nuk bëjmë këtë prerjen, po I mbushim kështu si fyshek, mirë e thash, po?
atëherë temperatura sigurisht që është më lartë. Tani këtu, s'na ka mbetur gjë tjetër, që nuk do t'i lëm fare, vetëm do hedhim erzat edhe pak krip, do hedhim orizin, që është, sa speca kemi në aty? Kështu i pjekur është mesatarisht gati një luk për oriz. Ja. Një luk oriz për se cilin spec. Po, kur është gjysmë i gatuar, në rregull. Po, në fakt, në total, unë kam marrë një gotë të vogël fare, tregoj që gotën Katerina, shkurtra, një gotë të tillë me oriz, jo 200 gram, ke 150 gramsh. Pra, një gotë të shkurtër të tillë me oriz, si kjo. Tani këtu do të hedhim pjesën e mbetur të kripës, që për gjithë recetën duhet një luk çaji plot. Unë kam hedhur një maj vetëm keqepa. I hedhim edhe një gjysmë lugë tjetër, ja kaq. Do të hedhim piper të zi, një gjysmë lugë çaj. Ja. Kurkuma, shafranin dije, një lugë çaj kështu të prerë dhe 2 të kapura majdanos të grirë. Kaq. Këto ishin përbërësit e të gjithë recetës. Pjesa e djathit pastaj është opsionale, se dikush edhe mund mos i çaj fare, i mbush. Si që bëjmë zakonisht tradicional. Bravo, edhe nuk përdorin fare djath, nëse janë të çara, që është mishi, është orizi, janë gjithë përbërësit e ekspozuar, që mos thahen, mos bëjnë kërce, i hedhim shumë fare pak djath. Ka që ishte e gjitha, nuk e thajnë, dhe tani do të mbushim speca. Furrën e kemi ndezur, temperaturën 180 gradë dhe furrën prap, dhe i kalojmë specat këtu. Po. Ja, ku është? Ja, këtu. Edhe tavën e gjë. Po, ku dush t'jevëm tavën? Këtu apo këtu? Okej, Po është e do ti? Okej, është dhe këtu? Këtu e ka më mbarë. Limon regjia, po. Shumë fare pak vaj ke tepsia. Me gjithë e dim që këto tepsita dhe s'ka nevoj për vaj, po. Dhe tani besoj të na duhet një lugë e vogël për të kushur. Jo, lugë e madhe nga këtë lugë. Një lugë të madhe. Ja marrim një spec, e hapim duke dora, edhe mbushim. Qecet. Jo, për speci i ftohtë, s'ka problem. Ja, mbush kështu. Kaq sa hapet kjo këtu, ne do t'i hedhim çik djathtë asaj, me qëllim që nëse është e ekspozuar, atëherë fillon e bëhet kërce shumë pare. Ja, kaq. Jep edhe shije. Shumë e mirë. Se llogaris që mund t'jetë ai speci. Nëse është ky speci kuq, po. Ky gjatë pjekjes hapet goxha, hapet kaq. Kështu që do t'i hedhësh çik më shumë. Më shumë djath. Po, që të mbulohet përfaqja. Po. Dalin shumë të mira. E theksoj që dalin shumë të mira. Tani të kombinojmë një çik ngjyrat. Po. Ish përndaj. Mirë, do shohim edhe një herë tjetër recetën me shkrim. Speca të mbushura me pulë, kërpudha dhe oriz ka përgatitur zonja Vjollca si recetë të parë për këtë javë, super të shijshme me pulën e freskët tik-tik. Dhe do bëni gati 6 deri në 8 speca të kuq ose ngjyra mikse, si të preferoni. Kemi një qep, vaj ulliri, një karrot, vazhdojmë me 400 gram kërpudha, 400 gram gjoks pule, një domate, 150 gram oriz të zirë përpara rreth 7 minuta, krip piper të zi, një lugë çaj kurkuma, një tufë majdanoz dhe në fund fare 150 gram djath kaçkavall për të bërë këtë mbylljen siç e pat. Këto janë produktet, ndërkohë në ekran po shihni dhe kavanozin pema me kërpudha champignon që ishin fantastike. Unë jam gjithmonë e sinqert me ju, nuk ju gënjej për pjesën e as të produkteve as gjë tjetër këtu. Sa i përket këtyre kërpudhave, unë nuk i kam provuar akoma. Është hera parë që e hap kavanozin nga pema që ta shoh. Edhe unë po sa po e provova, po ju garantoj për shijen.
provojni, mund të gatuani me to çdo lloj recete. Duke filluar që nga omletat, që nga risottoja, që nga me makaronat, pastat, siç po gatuaj unë sot. Provojni se mishin e pulës, nuk keni nevojë fare që të kaloj minutazhi për të përthithur lagështirën, se është proces që ka kaluar dhe ty të ka ardhur produkti i gatshëm. Ishin shumë të mira, që në pamje të parë dallonte, super të freskëta, provojeni. Unë do t'i shtoj tek produktet që i mirë besoj, sepse në fakt Pema na ka pëlqyer shumë edhe tek vaji i ullirit dhe në përgjithësi këto kavanozët po na surprizojnë dhe më pëlqen shumë që janë këtu në shi e shtëpie dhe rekomandimi ynë është ashtu i sigurt, siç është gjithmonë me partnerët tanë. Ndërkohë, zonja Vjollca, jemi drejt fundit të kohës. Dëshiron që të shkojmë në publicitet apo të parapërgatisim diçka për recetën e dytë, më thuaj. Për recetën e dytë, absolutisht asgjë. Gjitha do t'i bëjmë kur të kthehemi. I kam marrë masa tu. Në rregull. Kështu që kur të hym, do prezantohemi me recetën e dytë. Tani unë do bëj vetëm këtë proces pune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 janë, më zonja Vjollca. 5 ke në tavën e xhamit, edhe 3 atje. Po nuk e numërove këtë jeshili, nuk e di pse nuk e numërove. Është më i vogli duket ta. Nuk kam pi dhe kafe sot. Është më i vogli dhe nuk të hyri në sy atu. Po, është vërtet. Ja, ku i kemi specat me ngjyra në këtë rast, shumë të mira. Dhe në fakt produkt që duhet të konsumohet, se ka vërtet shumë vitamina, sidomos vitaminën C, më duket edhe A ka specie. Pasur me vitaminë C, po. Kështu që ja, dhe në këtë formë e sjellim pak më ndryshe atë recetën e specave të mbushur që kush i thot jo. Askush. Kjo është gati për shembull te proçik, e hedh pak fare lëng pule ose çimagi, ose pak fare ujë dhe jep zjerjen përfundimtare për sa? Për 7 minuta. Nga momenti i zjerjes, dhe kjo është një risotto e mrekullueshme. Ktu, kaq. Eksakt, e vërtet jam dakord. I ka të gjitha, aromë, shije, produktet shkëlqyera, e pasur. Pjekja, thamë zonja Vjollca edhe një herë, do ta vendosim në po ato temperaturë që poqëm specat, 180. Po derisa djathi të shkrit, po të marrin dhe një çik ngjyrë 15, maksimum 20 minuta dhe gjithçka është e përfunduar. Kjo pra ishte receta e parë për këtë javë nga zonja Vjollca. Ndërsa pas pak do të sillim petulla të fshira. Kjo është receta tjetër, një recetë shumë e mirë. Me gjalp edhe me djath. Po. Petullat e fshira tradicionalisht bëhen brumi vetëm me ujë. Vezë, krip, edhe i hedh pak 2 lugë gjalp ose 2 lugë vaj brenda. Unë këtë kombinimin sot e kam prurë, se tani petullat e fshira e dim tradicionalisht ato janë. Por t'i dhënë një shije akoma dhe më të butë, unë e kam bërë gjys ujë gjys qumësh. Se krepat janë vetëm me qumësh. Tani krepat janë pikërisht këto petullat e fshira, po pse pe themu se i thot italiani, francezi, unë i them alla shqiptarçe, petullat të fshira, por është i kombinimi, pak ujë, pak. Do më thënë duke ndojtur ke tradita, po duke shtuar një element fare, pak. Super. Edhe tani dhe vetë korçarët edhe tani me këshu i bëjnë me qumësh.